Ata padyshim mund të cilësohen si fotografët më të rëndësishëm të historisë së Shqipërisë, me pamjen e objektiv që jo vetëm kanë kapur fotografi, por copsa historie të vendit tonë për gati 150 vite. Tashmë fotot e dinastisë Marubi ka një shtëpi tjetër të përkohshme, pasi Muzeu Marubi dhe Galeria e Artit në Tiranë janë bërë bashkë për të sjellë një ekspozitë të jashtëzakonshme me imazhet e kësaj dinastie në 100 vjet të kësaj studio fotografike. Po për më tepër dhe për të futur në detaje, për këtë do të diskutojmë me menaxherin e komunikimit të kësaj galerie, Tana Kalemaj. Tana, është një kënaqësi të kemë në këtë intervistë për këtë ekspozitë kaq të veçantë të dinastisë Marubi. Fillimisht dua të pyes si erdhi bashkëpunimi midis Galerisë së Artit të Tiranës dhe Muzeut Kombëtar Marubi për këtë ekspozitë. Kënaqësi edhe për ne që ju jeni këtu edhe kontribuoni bashkë me ne për prezantimin e këtyre koleksioneve të rëndësishme për publikun edhe për qytetarët e Tiranës, po të gjithë Shqipërisë sidomos. Mirë se keni ardhur dhe shpresoj shumë që së bashku të tregojmë për publikun veçantinë dhe rëndësinë e kësaj ekspozite dhe të këtij koleksioni, po mbi të gjithë kontributit të Marubëve në zhvillimin e fotografisë dhe të artit shqiptar. Sigurisht që ky koleksion ka ardhur në galerinë tonë fal një bashkëpunimi të jashtëzakonshëm dhe të rëndësishëm tonin me Muzeun Kombëtar Marubi në Shkodër, i cili ruan një koleksion shumë më të madh se sa çfarë është prezantuar këtu, sepse koleksioni i tyre zotron më shumë se 150.000 negativ fotografish dhe sigurisht në ekspozitë është bërë një përzgjedhje e caktuar. Kemi zgjedhur që ta sjellim këtu koleksionin bashkë me Muzeun Marubi, bashkuar vizionit ton për të prezantuar për publikun e Tiranës jo vetëm ekspozita lëvizëse, ekspozita personale, po edhe ekspozita që vinë si hapësira muzeale, pra ekspozita që kanë një përmbajtje historike dhe që prezantojnë shumë periudha, prezantojnë një trashëgimi shumë të rëndësishme, siç është ky rasti i fotografisë Marubi. Dhe kjo i qëndron pikërisht atij vizionit të Galerisë së Artit Tiranë për të prezantuar koleksione muzeale që vinë pse jo në bashkëpunim me institucione të tjera nga qytetet të tjera të Shqipërisë, po her pas here kanë ardhur edhe nga shtetet të tjera, nga galeri të ndryshme në botë. Pra, të bëj një paralelizim të vogël të kësaj ekspozite, e cila vjen pas sjelljes në galerinë tonë të koleksionit të jashtëzakonshëm të ikonografisë shqiptare nga Muzeu i Korçës dhe po ashtu një vit më parë kemi sjell këtu një koleksion të rëndësishëm me vepra të artistit me famë botërore Andy Warhol nga një galeri në Sloveni. Pra, kjo është pak a shumë ky është një synim i galerisë sonë për të sjellë her pas here koleksione muzeale që kanë një përmbajtje historike mbi gjitha dhe tregojnë më shumë për periudha të ndryshme. Ekspozita është hapur në datë 27 shkurt, po janë pothuajse diçka më shumë se sa një muaj e hapur. Si është pritur nga publiku, si ai vendas, po ashtu edhe ai huaj, pasi kanë parë që ka dhe interes të shtuar nga turistët e huaj. Interesi i turistëve është gjithmonë në rritje, kjo varësisht edhe nga periudhat se kur ata gjenden më së shumti në Shqipëri dhe duke ardhur vera, patjetër që numri i vizitorëve të huaj rritet. Megjithatë, për të rikthyer te kjo ekspozitë është hapur me 27 shkurt dhe do të qëndrojë për 2 muaj deri me 27 prill. Në këtë një muaj ka patur një interes të madh, kryesisht nga qytetarët e Tiranës, sepse normalisht galeria vizitohet shpesh nga ata që jetojnë dhe banojnë këtu çdo ditë. Megjithatë, ka shumë vizitorë që vinë edhe nga Shkodra, ka shumë vizitorë që shpesh herë përpiqen të gjejnë në këto fotografi të afërmit e tyre, paraardhësit e tyre, sepse sigurisht ka shumë qytetarë të Shqipërisë në atë kohë që janë bërë pjesë e fotografisë Marubi, sepse në thelb kanë qenë shqiptarët dhe gjithë jeta e tyre e përditshme. Ka patur shumë interes për ekspozitën, sepse kjo është një ekspozitë që jo vetëm sjell fotografinë artistike, po sjell sidomos fotografinë dokumentuese, e cila tregon më së shumti për shqiptarët në periudha të ndryshme, për profesionet e ndryshme, për gjithçka që ata kanë jetuar dhe kanë bërë në këto vite që janë të fotografuar në këtë rast. Dhe sigurisht ka interes nga të gjitha grup moshat. Patjetër ka her pas here grupe fëmijësh, studentësh që vinë bashkë me gjithë kontributin ton për programet e edukimit, sepse ky është një nga aspektet më të rëndësishme të gjithë aktivitetit të galerisë sonë.
për të sjellë sa më shumë fëmijët, nxënësit apo edhe studentët e Universitetit të Arteve, po pse jo edhe të universiteteve të tjera. Jo vetëm për të parë fotografinë, për të njohur historinë e Marubëve, por për të njohur historinë e shqiptarëve mbi gjitha. Sigur se e thatë dhe ju, nuk janë vetëm foto të cilat janë të njerëzve apo foto komerciale apo artistike, po dëshmojnë edhe një pjesës të historisë të Shkodrës, por edhe gjithë Shqipërisë të asaj kohe apo jo? Fillimisht të Shkodrës, sepse Shkodra ishte qyteti që zgjodhi Pietro Marubi në vitin 1856 për të ndërtuar dhe për të hapur studion e tij fotografike dhe njëkohësisht studion e parë fotografike në Shqipëri dhe patjetër pastaj në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Sigurisht praktika e Pietro Marubit, pastaj edhe pasardhësve të tij që ishin Geg dhe Kel Marubi, ka qenë Shkodra, vëmendja kryesore, por pastaj duke njohur më shumë Shqipërinë, duke njohur më shumë qytetarët, jetën e shqiptarëve, patjetër ka fotografi nga Tirana e vjetër, ka fotografi edhe nga qytetet e tjera. Sigurisht kjo është një pjesë shumë e vogël e gjithë veprimtarisë dhe fondit të madh që kanë Marubit. Saktësisht sa punime janë shfaqur në këtë ekspozitë? Në këtë ekspozitë janë 130 fotografi, të cilat janë të ndara në disa seksione. Sigurisht ka fotografi nga të tre autorët, nga Pietro Marubi, nga asistenti i tij Kel Marubi dhe më pas nga i biri i Kel Marubit që ishte Geg Marubi. Të gjitha këto fotografi vijnë nga periudha të ndryshme. Ekspozita është e kuruar nga Kim Nopers, një artiste dhe kuratore e huaj, dhe ka ardhur në galerinë tonë njësoj siç është shfaqur në vitin 2016 në një muze fotografie në Holland, në Amsterdam. Pra është e njëjta ekspozitë, e njëjta kuratore dhe e njëjti koncept. Sigurisht në varësi të gjithë programit të Muzeut Marubi, kjo ekspozitë do të udhtojë në qytete apo shtete të tjera, megjithatë këtë herë ndalesa ishte Tirana dhe ekspozita përfshin 130 fotografi nga të tre autorët. Teksa i shikon fotografi, shikon jetën e përditshme, objekte, histori, por të bën përshtypje një element shumë i veçantë, raportin me vdekjen, sepse shikojmë që janë disa fotografi, ose kryesisht dhe fëmijë të vegjël të cilët Marubët i kanë fotografuar në gjendjen e tyre post-mortem, pas vdekjes. Po, një nga seksionet më interesante të gjithë ekspozitës, po besoj edhe të gjithë praktikës së Marubëve me fotografinë, ka qenë fotografia e quajtur post-mortem, pra fotografi të realizuara të njerëzve që sapo kishin ndruar jetë në imazhin dhe në pamjen e tyre të fundit përpara se të shkonin në banesën e fundit. Sigurisht kjo nuk ka qenë e thjeshtë të kuptohej në ato vite, sidomos nga shqiptarët që ende nuk ishin mësuar shumë me fotografinë. Megjithatë akoma dhe sot, edhe në komunikimet tona të përditshme me vizitorët në galerinë tonë, kjo është fotografia që tërheq vëmendjen, që shpeshherë nuk mirë pritet lehtësisht, megjithatë po të lexojmë dhe informacionin që ne sigurisht e vendosim krahas këtyre seksioneve për të kuptuar dhe më shumë publiku se pse ishte realizuar fotografia, pastaj kuptojmë dhe futemi dhe më thellësisht në konceptin e Marubëve në thelb se përse kanë zgjedhur. Kryesisht këto fotografi realizoheshin në atë kohë duke marrë parasysh faktin që nuk ekzistonte shumë fotografia, nuk ishin njerëzit gjithë ditën me celular në dorë dhe kishin mundësi të ruanin imazhe, momente të caktuara për të krijuar kujtime. Dhe në momentin që dikush do të largohej nga jeta, ata përpiqeshin të ruanin një imazh të fundit të tij. Kjo ndodhte kryesisht me familjet e pasura në atë kohë, me shtresën më të pasur të shoqërisë që kishte mundësi ta bënte këtë gjë dhe patjetër kishte kuptuar konceptin e fotografisë post-mortem, gjë që pjesa tjetër e shoqërisë ende nuk ishte mësuar dhe ende dhe sot, siç e thash, është një nga pjesët më delikate ndoshta të ekspozitës që edhe ne përpiqemi me shumë kujdes t'ia shpjegojmë sidomos grupeve të fëmijëve që vinë dhe nuk janë mësuar me këtë lloj imazhi. Më e famshme është ajo e maskës së vdekjes së Argjet Fishtës. Ajo është më e famshmja, është gjithashtu një nga fotografitë që godet më shumë dhe tërheq shumë vëmendjen, megjithatë edhe dimensioni i saj është pak më i madh se sa zakonisht, se që janë fotografitë e tjera dhe edhe kjo patjetër që ndikon, është një nga fotografitë që ka qarkulluar në rrjet, ka tërhequr vëmendje qoftë në Muzeun Marubi në Shkodër kur është vizituar dhe kjo lidhet besoj shumë edhe me faktin që Marubët janë përqendruar her pas here jo vetëm në jetën e zakonshme të shqiptarëve, po edhe në figura të rëndësishme të historisë sonë. Sepse po të shohim edhe në këtë ekspozitë kemi fotografi të personazheve që kanë patur
ndikim në jetën e shqiptarëve, që kanë patur ndikim në historinë e Shqipërisë dhe që kanë qenë njerëz të rëndësishëm në periudha të ndryshme, duke nisur që nga mbreti Zog, nga familjarët e tij, tek Gjergj Fishta, e pastaj në shumë imazhe të tjera, po. Që janë foto. Megjithatë, ekspozita nis me Garibaldin, sepse sigurisht ka patur një marrëdhënie. Ajo është fotografia e parë që sjell, si thua, rrugtimin, duke nisur edhe me vitin 1856, kur ka lindur studio fotografike Marubi në Shkodër. Një nga fotot që të bën më shumë përshtypje është foto e një gruaje nudo, që edhe sot ndoshta do përbën një lloj tabuje në fotografi, teksa tek e shohim është tejsisht e çlirë, domethënë shumë natyrale, si ka ardhur dhe si ka shkuar Marubi për shfaqur edhe të lloj dimensioni të gruas shqiptare, që është një lloj thyrje tabush edhe moralin asaj kohe. Aq më tepër për kohën, po ta mendojmë për kohën, sepse sot ne jemi mësuar të shohim fotografi nudo gjithandej dhe nuk godet më aq shumë se sa në vitet 1800 e më pas. Dhe sigurisht ky është ndoshta një nga aspektet më të veçanta të fotografisë dhe të praktikës së Marubëve, sepse ata në ato vite, me një shoqëri shqiptare në atë kohë të mbyllur dhe të cunguar sa i përket mentalitetit për vajzat që do të shfaqeshin nudo dhe do të fotografoheshin nudo, kanë arritur megjithatë të realizojnë fakti që në këtë ekspozitë dhe në gjithë koleksionin e trashëguar nga Marubët ka fotografi të vajzave apo të grave nudo në vitet 1850 dhe më pas, tregon që edhe në atë kohë kemi patur patjetër vajza revolucionare që duke ditur mentalitetin e kohës, duke ditur se do të gjykoheshin, duke ditur se do të merrnin mbi shpinë shumë pseudonime apo epitete, janë bashkuar me konceptin e Marubëve dhe kanë zgjedhur dhe kanë pranuar të fotografohen dhe imazhet e atyre qëndrojnë edhe sot dhe janë trashëguar në kaq shumë vite. Kjo tregon, besoj, më shumë edhe për mënyrën se si Marubët zgjidhnin të krijonin fillimisht marrëdhënien me këta njerëz që do të fotografonin përpara se sa thjesht t'u drejtonin atyre aparatin dhe t'i bënin subjekte fotografisë së tyre. Duke menduar mentalitetin e kohës, duke menduar të gjitha kufizimet e shoqërisë sonë në atë kohë, ata gjithsesi kanë arritur që t'i bindin këta njerëz, pse jo t'u shpjegojnë atyre konceptin e tyre të fotografisë dhe të realizojnë si përfundim pastaj fotot. Po gjithashtu shikojmë dhe foto nga karnavalet, një traditë shumë e veçantë e Shkodrës që vazhdon edhe sot. Domethënë, ndoshta një ndikim venecian, por edhe sot e shikojmë, por shumë foto lidhen me periudhën e karnavaleve. Këto fotografi janë më së shumti emocionale për pjesën më të madhe të qytetarëve të Shkodrës, ndonse janë fotografi që janë realizuar shumë vite më parë. Ka shumë element që i shohim këtu, të cilët ende vazhdojnë të praktikohen dhe vazhdojnë të jetojnë qytetarët e Shkodrës dhe prandaj them që janë emocionale për ta, sepse kuptojnë që tradita ka vazhduar dhe ka disa element që kultura e një qyteti apo e një shteti e ka të vështirë t'i humbas dhe kjo është e rëndësishme. Megjithatë, në thelb ekspozita ka 3 periudha kryesore, sepse ky është një rrugtim i jashtëzakonshëm i dinastisë Marubi dhe prandaj ekspozita është quajtur kështu, dinastia Marubi, sepse janë jo vetëm 3 breza artistësh dhe fotografësh, por janë kryesisht 3 periudha të ndryshme, të cilat ndahen me njëra tjetrën edhe për shkak të ngjarjeve historike, edhe për shkak të ngjarjeve politike, edhe për shkak të njerëzve dhe personazheve që kanë patur ndikim në secilën prej tyre. Në këtë ekspozitë, po përgjithsisht në praktikën e fotografisë Marubi, kanë qenë kryesisht fotografi të periudhës së pushtimit osman, fotografi të para komunizmit dhe të pas komunizmit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të na sjellë të gjithë rrugtimin e shqiptarëve me këto ndryshime periudhash dhe sistemesh, për të kuptuar se si ka ndryshuar qoftë mentaliteti, qoftë përditshmëria, qoftë shtresat e shoqërisë, profesionet, praktikat e shkollave, sepse kemi këtu një pjesë shumë të rëndësishme të fotografive në klasa që quheshin, që vinin që nga shkolla e muzikës, nga shkolla e artit, nga shkolla fetare dhe të gjitha këto janë të dokumentuara dhe tregojnë për mënyrën si ka ndryshuar jeta e shkodranëve, po e shqiptarëve sidomos. Çfarë i bën deri diku aktual për të parë dhe për të ndjekur ose dhe për të studiuar deri diku Marubët, se ju folet për këto 3 periudha, që janë periudha shumë
ndonjëherë edhe shumë delikate të historisë dhe shumë të diskutueshme, por çfarë i bën akoma aktual që një pjesë e mirë e njerëzve duhet vinë dhe t'i shikojnë që për të parë si dimensionin artistik, por edhe një dimension historik të asaj kohe. Është pikërisht kjo, fakti që fotografia Marubi jo vetëm është më shumë se sa si fotografi artistike, konsiderohet si fotografi dokumentuese. Nëse nuk do të kishin realizuar Marubët këto fotografi, ne do të kishim humbur shumë nga elementët e jetës së përditshme të shqiptarëve në atë kohë, gjë që nuk do ta kishim sot dhe nuk do të kishim mundësi të kuptonim si funksiononte shkolla fetare, si ishin të ndërtuara, po marr këtu një shembull, veshjet e tyre, si ishin portretet e këtyre fëmijëve dhe si ishte qasja e tyre me jetën e përditshme. Në përgjithësi, jeta e përditshme e shqiptarëve është thelbi i kësaj ekspozite dhe është diçka që na tregon ne apo brezave më të rinj më së shumti për atë se çfarë kanë jetuar ata apo si kanë ndërtuar ata përditshmërinë e tyre. Dhe kjo është e dokumentuar nga Marubët dhe është shumë e rëndësishme ta shohim në ekspozita të tilla, apo pse jo edhe në Muzeun Marubi në Shkodër, që ka një koleksion edhe më të madh se sa kaq dhe tregon edhe më shumë. Ju folit më herët për pjesën e artit mesjetar, këtë herë sillni Marubin, Galeria e Artit e Tiranës, një projekt tjetër të ngjashëm me të njëjta përmasa deri diku le të themi me vlerë apo kulturë kombëtare, e ka në të ardhmen? Jo më kot, i përmenda dy koleksionet e rëndësishme që ne kemi sjell përpara kësaj ekspozite me fotografinë e Marubëve, sepse ky është një nga synimet e Galerisë së Artit Tiranë, që përveç faktit që të prezantoj koleksione kaq të rëndësishme, pra krahas realizimit të ekspozitave personale për artistët që kanë nevojë për një hapësirë ku të prezantojnë punimet e tyre në mungesë të gjithë hapësirave të tjera kulturore dhe artistike tashmë në Tiranë, do të kemi sigurisht synimin për të sjellë këtu koleksione të rëndësishme të periudhave të ndryshme, siç ka qenë ajo e ikonografisë shqiptare, siç është kjo e Marubit dhe si ato që do të jenë patjetër më pas. Për ta mbyllur një ftesë të vogël personave që akoma nuk e kanë parë, pse duhet qofshin fotograf, qofshin persona amator që duan artin apo profesionist, por edhe njerëz të zakonshëm që duan njihen me historinë e atyre viteve, pse duhet ta shikojnë këtë ekspozitë? Duhet patjetër publiku i Tiranës, po pse jo të gjithë ata që në këtë periudhë dymujore apo në këtë një muaj të mbetur kanë mundësi të jenë në Tiranë në një moment të caktuar, të vinë ta shohin ekspozitën për të parë shumë ngjarje, pra për të parë sekuenca nga ngjarje të ndryshme, nga periudha të ndryshme, për të parë element të veshjeve tradicionale, të imazhit të personave, të cilët kanë qenë të spikatur në atë kohë dhe janë të rëndësishme t'i shohim sot sepse ndoshta nuk i kemi më, nëse nuk i shohim në këto fotografi, në jetën tonë të përditshme nuk janë, dhe është e rëndësishme të shohim një rrugtim të ndarë në 3 periudha kryesore nga 3 autorë të ndryshëm, por që në thelb kanë shqiptarët dhe jetën e tyre të përditshme. Të gjithë këtë mund të kenë mundësi ta shohin në Galerinë e Artit Tiranë në rrugën e Kavajës, nga e hëna në të diel, nga ora 10 deri në orën 18 pasdite, deri më 27 prill. Më pas do të kemi patjetër ekspozita të tjera, të cilat do të njoftohen në gjithë kanalet tona të komunikimit për ta njoftuar publikun dhe pse jo për të ardhur dhe për të qenë pjesë e kësaj hapësire. Tana ishte një kënaqësi dhe faleminderit ju shumë. Për punën e mirë dhe shpresoj të takohemi në ngjarje të tilla kaq të këndshme dhe ekspozita kaq të tjera. Faleminderit, jeni të mirë pritur.